Për mua është një gatim perfekt për sinën e dimrit, me vitamina dhe shumë i shijshëm. Të dashur ndjekës, gjithmonë dimri e ka shumë të mirë spinaqin. Sot do bëj një burani me spinaq, kam laje, kam pre. Hedh vojnë do ta përzi pak me vojë ullini. E lej të ngrofet pak ynyra. Në fillim do hedhim qepën e thatë. Kush nuk ka qep të njom, le ta bëj vetëm me të thatën, mjaftoj që t'jetë qep, po kjo i jep shije. Qepa e njom duke u përzi me qepën e thatë, i hudhim pak kryp. Edhe pak piper të zi, jo shumë, se spinaqi nuk e pranon. Qiksa për t'i humbë shijen e qepës. Ashtu i hedhim qepën e njom, mas 3-4 minutave, gjithmonë punoj me qepën e njom. Qepën nuk do e lejmë të marrë ngjyrë, po vetëm të zbutet pak. Për 1 kile spinaq, kam marrë 3 lugë gjelle me oriz. Ja. E ka vërdisim pak me qepën, orizin, edhe pak kryp, që ta zbusi mirë qepën. Në këtë kohë do t'i hedh edhe tufën e majdanozit, që kam gri këtu imët, mos marri aromë qepe spinaqi, do patjetër pak majdanoz. Gjithmonë do ja hudhim mas orizi. Uji duhet jetë i nxehtë për t'ja hudhë harxhës. Asnjëherë nuk punohet me ujë të ftohtë. Do t'i shofi me sy, 2-3 gisht, jo plot. Do t'i lejmë tashti, do e ull pak nxehtësinë unë, që të zi pak avash orizi, sikur bëjmë pilaf. Pothuajse procesi të jetë gjysëm i marum kur të hedhim gjethet. 15-20 minuta të zi avash qepa me orizin. Tashti, pothuajse ka ngel në ynyrën e vet. Do fillojmë të hedhim spinaqin pjesë, dhe funella do ngrehet tashi ose plitka. Do jetë zjarri i fortë, që gjetja të ngeli me atë ngjyrë, dur, duke i hudhë mrena. Tashi do hedhim ujin e nxehtë, po jo dhe shumë, tu e pa me sy, se një pjesë të kohës rreth 10-15 minuta, do mori val tashi, vala do jetë e fortë, edhe do e mulojmë. Do t'i hudh edhe 2 tufat me koper. Gjithmonë për në fund që të maj shijen edhe aromën, edhe 2 kokra kryp, se e di që e kërkon. Do edhe pak kryp. Kjo lloj buranie kërkon patjetër kosin, i jep shumë shije. Do t'i hudh pak vojë ullini. Mos humi vlera, duhet me flak të fortë, edhe mulu me kapak. Ashtu spinaqi është bërë siç duhet, e ka përthith edhe lëngun. Do ta lejmë pak me ynyrën e vet, siç është kështu lëngu i trash, edhe dihet që orizi e përthith gjithë lëngun.